jeni? Në normali në gjithë. Kanë përfundu punën e programimit. Dhe si e kjo dhjetë është se në të përshkejt në për e shikuar edhe në pini i edhe zezë për statin vogër. Zezë të shkajton në gjatë në rrisë. Përshëndetje, si jeni? Inxinjeri të. Po inxinjer, hajde më inxinjer, hajde. Si jeni? Respekte. Respekte. Si jeni? Respekte. Inxinjer. Si jeni? Mirë se erdhët. Si duket, si jeni? Mirë. Kemi filluar punimet në nëntor, është rruga që lidh Shirokën me fshatin Zogaj, me doganën e Malit Zi. Rruga është 6.5 km e gjatë, 4.5 km e parë janë zgjerimi i rrugës ekzistuese, që është Buzë Liçenit, kurse më tej në fshatin Zogaj kalon me bypass. Punimet siç thash kanë filluar në nëntor të vitit kaluar dhe do përfundojmë brenda një viti. Rruga ka dhe korsi bicikletash në pjesën e Liçenit. Kjo shkon deri te pika kufitare kryeministër këtu, ku bën edhe lidhje me pjesën e Malit Zi, që është shumë interesante, hapja e gjithë viti. Po, përfundon. Si fillim ne kemi punuar me zgjerimin e rrugës ekzistuese dhe me pjesën e bypassit, me të përfunduar kërmimet do vazhdojmë edhe me strukturët. Perfekt. Kjo është do mëzbërshme dhe kjo dhe hapin një tjetër loj ku në gjithë të zonë, në perspektiv tjetër komplet. Krijon krejt lidhjen edhe oferta turistike, pastaj bëhet bashkë me Malit Zi te pjesa e krajës që lidhet. Plus nga ana teknike rruga është e bërë gati 10 metra shkon e gjerë, edhe dy korsitë e rrugës, edhe pjesa e rrugës e bicikletave, lidhje me bicikleta, është investim shumë i kompletuar besoj. Edhe shumë i mirëpritur për zonën. Shumë i mirëpritur. Bukur shumë. Shumë bukur. Kjo është fantastike. Po, shëngjime Lipoja, si po shkon po baron? Qujve është gati. Baron. Punimet e shumë socialistike dhe kontinu guardere dhe ndërqimit e Në është bërë lidhja pasër plotë gjitha, spektaklet dhe. Në 15 këtyre është janë. Kjo është faza e parë e parkut të krye Shkodrës. Faza e dytë është Weltan Park. Po, kjo është pjesa ku jemi këtu. Specifik pjesën në tonë në dimit ku ujë hyn në kombinove të bypass dhe lejojnë që të brenda dhe kryojnë të mura. Dhe kryojnë një disujor, ndërkohë kur të liqet liçeni tonë e verës, ato hapen dhe janë fusha natyrore që bëhen qoftë për aktivitete sportive, qoftë edhe për aktivitete rekreacionale. Bëhen të shkallare. Ndërkohë kata tjetër është Muzeu i Navigimit, e cila praktikisht përveç se muzeu është një qendër teknologjie dhe inovacioni për të kryer pjesën e navigacionit, pjesën e teknologjik që kanë pas përdorur për bërjen e varkave që janë karakteristike të zonës. Ky është Muzeu i Navigimit, i cili pjesën e sipërme është një shkallare dhe një hapësirë për pjesën e eventeve, kurse brenda ka është gjyshi zhyt. Lidhet në pjesën e molit që ka përfunduar. Shumë bukur. Në këtu dy pjesa muzeut dhe amfiteatrit këtu. Po. Kjo është për të qenë rrafshuar dhe po hiqen inertet.
Kjo dhe një gjë mrekullueshme. Kudo jo vetëm jetë urbane, po do krijohet shumë energji për turizëm. Shumë. Po edhe për Shumë fuqi se si kështu edhe Lumëmarrja Vlorë që krijoi gjithë ato magnet. Edhe këtu do jetë shumë edhe e kombinuar me Kalan, me xhamin e Plumit që po bëhet tashti dhe kishën e Zojës. Dhe gjithë oferta turistike këtu bëhet. Kjo është pjesë e brendshme e muzeut, të lundrimit. muzeo, no? Po. Edhe instalacion i varkë, ka që karakteristike varkëve që lëndonin të qenë në shkullë. Rrida gjë është replikore dhe me të sëpërë metalike, në të të një varkë. Këtu të bëjmë puna për parku. Që sa të përdu vërë, ka të është janë në libra. Po Gjatë desit e të dhe punë pa me përë. Kjo është pjesa e muzeut. Praktikisht tu është vëndi muzeut. Gjitha janë punë, që përë. Dhe garancia e vjore, se duke të kubo është të jenë të një garancia e vjore. Drejtoresha e shkollës, Mendoj të isha. tu zoti kryeministër janë 800 nxënës që kanë qenë me 2 turne. Shkolla ka qenë pa ngroje, pa palestër, komplet amortizuar. Kështu që këtu ka ndërhyrje pothuajse e bërë nga e para, sepse kjo godina është prishur gjysma dhe ndërtoi gjithë kjo pjesa e re. 800 nxënës me 2 turne, ne tash besoj bëjmë gati 2 fishimin edhe marrin 36 klase. Ky është projekt. Ja. Në bazë këtij projekti nuk ka më turne. Dhe ka një palestër shumë të mirë, ka sistem ngroje shumë të mirë që po përgatitet. Palestra do ketë? Palestër do ta shkojmë ta shohim një sekondë se kjo ka qenë një nga ëndrat e gjithë fëmijëve që s'kan pas kur palestër. Kjo ka qenë një zonë e përmbytur gjithkohë, fëmijët kanë kaluar këtu në ujë gjatë gjithë dimrit. Kjo ka qenë e përmbytur gjithkohë. Kaloi me pllaka mbi këtë. Po. Krijohet një hapësirë shumë e mirë. Këtu janë dhomat e zhveshjes, banjat. Andaj është një ambient që do jetë një ambient teknik që do të ndërtohet aty. Kjo është pjesa e palestrës. Është shumë palestër e mirë. Edhe lartësia 7 metra, 8 metra është lartësia dhe do të jetë edhe për aktivitete kështu standarde. Po. Pasi në zonë të bërë edhe që termën në shkollë. Po. Në anën në gjatë. Po sepse jemi në pjesëtarë të zëri, jemi në shkollë që në komunitarë, kemi shumë në kanë projekte në shkollë, kështu që na si shkollë dhe më thonë, fitojmë kupa, jena atesh 2 vite rrësh fitojmë performancën në shkollës. Me këtë lloj kushti. Pastaj Me këtë lloj kushti, mira fiks. do jeni më mirë. Kena fituar bursën Me 2 turne edhe kanë punu kështu. Faktikisht komuniteti është shumë mirë. Do tani sa shkolla kemi? Ne kemi po punojmë në 2 shkolla dhe në 4 ambiente sportive, kemi aplikuar dhe për 2 shkolla tjera që E sa kemi shkolluar akoma? këtu do të bërë, këtu s'ka pas asnjë shkolla Në total. në projekt në total janë rreth 5 shkolla.
Po dhe i bën gjitha. Edhe profesionale po. Po, dhe profesionale është që po ecën nga ministria. Po. Po. Edhe është bërë shumë mirë profesionale. Po, është edhe ajo shumë mirë. Përgjithësi nuk kemi asnjë shkollë në Shkodër, themi drejtën që të jetë standard ose të jetë rregull. Domethënë deri tani kemi pas të gjitha janë me nevoja. Po shifsha hartën e ndërtimit, shkollave, Shkodra është vetëm që kanë mirë marrë. Po. Gjitha tjera janë Deri par vjet ka qenë groja me gaz, e hoqëm komplet gjatë vitit kaluar, kena fut sepse edhe problemi ngrojës ka qenë gjithkund, po bëjmë një kaldaj tjetër në një shkollë me investimet e bashkisë. Do të thënë nëse ne me këtë programin për kapjen e shkollave me dorë është një nga gjërat më domosdoshme dhe prioritet që është emergjencë në Shkodër. Do janë dhe 5 tjera. Po. Sa kanë total shkolla? 80 shkolla në Shkodër, 80 shkolla. Në flas për bashkinë. Për bashkinë e Shkodrës. Brenda bashkisë. Brenda bashkisë, brenda bashkisë. Po qytet? Të qytet jashtë 26 shkolla. 26. Të gjitha janë amortizuar. Po po se pa prekura ka shpejt sa vite. Kjo është shkollë që përfiton ka xhami që përfiton se ka me detyr, ne edhe pa ka një kërkesat e banorëve këtu që është zarma e qytetit që me hekën me eliminuar me mazite, se ishte problem në familje punë të gjëra. Që është gjëja më Ashtu dhe tani kërkojnë janë gjëja dhe më pesë. po itën ta shtoj sa vjet. Po, jo. Janë proces. Proces. Po, proces. Duhet ta bëjmë patjetër gjithë programin. Është standard. Shkolla janë shumë të mirë, është shumë të herë. Vetëm Shkodra e ka. Vetëm shkolla. Çe bën? Do bën. Apo sabi? Ja shkoj që kemi një pari bashkisë bashkë me ju që pari të gjatë realisht. Ka shumë vite që bëjmë. Njëllëm të thonë, amon dhe s'na 30 vjetë të shqipo bobën që nga ndyrët mesë.